Do të ndalem të termi din I Kuranit fis. Ne që ta pastrojmë një dilemë të madhe se din nuk është fe, por është kushtetutë, ndërsa kushtetuta lidhet me qytet dhe shtet. Pasi ju kam thënë se Ilahun nuk ka zbritur fe, por ka zbritur Kuran. Se feja ashtu siç e kuptojmë ne, s'ka dyshim se është shpike e fokale e klasës sunduese për t'i manipuluar njerëzit për çefin e tagut. Fjala din mendet 118 herë në 29 forma të ndryshme, siç e shihni në dritarën time. Rënja e fjalës din është dal, ja, nun. Nëse I marrim të gjitha ajetet ku përmendet 118 herë kjo rënja e fjalës në Kur'an, në asnjë prej tyre nuk na jep kuptimin se dal, ja, nun është fe. Ashtu siç e kuptojmë dhe siç e kuptojnë sektarët e muslimanizmit në shqiptari që fenë e shpikur të sultanit me 33 shartet e islamit e quajnë din. Deri para disa dekadave këto 33 shartet e islamit I kemi quajtur 33 shartet e Turqnis, apo jo, apo mos jam gabim?